dhimbje 30 e kusur vjeçare të njerëzve që e kanë tokën, nuk e kanë pranuar 7501, ose për 1001 arsye nuk e kanë marrë akoma dokumentin që i jep edhe me letër ato që e kanë me zakon, dhe duan të investojnë në tokën e tyre, mirë po, të gjithë kemi ngritur duart lartë me vite, sepse s'kan letrat. Bëm ligjin 2020 për të adresuar këtë problem dhe përsëri rezultati nuk ishte ai i dëshiruari, sepse përsëri ka një komplikim të pashmangshëm, mendoj unë, për të marrë gjithë miratimet dhe të gjithë atyre kufitarëve të pronës përkatëse, gjë që në shumë raste shfaqet shumë e komplikuar për faktin se kufitarët mund të jenë në vende të ndryshme të botës, për faktin se një pjesë e tyre edhe nuk gjenden, për faktin se një pjesë e tyre edhe mund mos duan etj. etj. Dhe pikërisht për këto arsye, ne kemi ndërtuar këtë paketë, e cila i jep mundësinë atij që e ka tokën, që të vijë në bashki dhe thot, unë dua të ndërtoj këtu një agroturizëm, dua të ndërtoj këtu një ferm, as ti nuk e ke sjell, kështu që mos pyet Ilir Xhakollin. Edhe një herë tjetër, po të them për paketën, që paketa i jep përgjigje edhe asaj problematike që nuk ja jep ligji 2020. Këtë po të shpjegoj. Po pra, po, në qoftë se do flasësh me Xhakollin, nuk e ndjek se unë po them eksaktësisht, nuk ka nevojë, unë po them eksaktësisht të njëjtën gjë. Që po pra, po nuk tani ti, unë e di që ti ke kapacitet e Leninit që të flasësh në të njëjtën kohë me 7 veta, por unë po të them që pikërisht se 2020 nuk na e dha rezultatin e pritshëm, edhe për shkak të faktit që juridikisht ishte pamundur të kapërcejë pjesa ku duhej marrë miratimi i gjithë të tjerëve, u bë kjo paketë për të lehtësuar totalisht ata që duan të investojnë në tokën e të parëve të tyre dhe që nuk i kanë dokumenta. Për këtë u bë. Vinë në bashki, shprehin interesin dhe bazuar në faktin që toka nuk është një territori kontestuar, siç është rasti në shumicën dërmuese të këtyre zonave, ku territoret përkatëse aty ku 7500 ishin nuk është pranuar, nuk janë të kontestuara në shumicën dërmuese, publikohet shpreha e interesit për të pritur kontestime nëse ka, për 45 ditë, që dhe kjo është një afat që mund bëhet dhe më i shkurtër, dhe në momentin kur nuk ka kontestime nga të tjerë që thonë jo se kjo është toka ime, atëhere personi i drejtohet Ministrisë përkatëse me projektin dhe merr një kontratë e cila është një kontratë me €1, siç jepet një kontratë për një tokë publike, ai e bën investimin dhe deri kur të zgjidhet përfundimisht problemi dhe ai të regjistrojë në hipotekë tokën edhe fal investimit, zotron plotësisht të drejtën që të bëj investimin. E njëjta gjë vlen edhe për marrjen e mbështetjes nga fonde të ndryshme, përfshirë edhe fondet e Bashkimit Evropian, kur ke në dispozicion këtë dokument, këtë kontratë, këtë marrëveshje
të drejt për drejt të menjëhershme, pa burokraci, pa histori. Tani, ajo që ne nuk kemi pritur është që procesi të ngeci aty ku në fakt është hapi më i thjesht dhe më i shpejt. Hapi juaj, që të përcaktoni zonat dhe t'ja çoni qeverisë. E thonë në këto zona, ne duam të hapim rrugën e kësaj pakete. Duke praktikisht përjashtuar vetëm ato pjesë që janë zona të mbrojtura e kështu me radhë, ku përsëri ekziston mundësia e bërjes një investimi me karakteristikat e përcaktuara në ligjin përkatës, por që në atë rast duhet kaloj nga tjetër kanal. Tani, pse nuk bëhet kjo? Çfarë e pengon këtë punë që njerëzit të rrinë presin që t'ju hapet rruga dhe nuk kemi hartat e këtyre zonave të përcaktuara, vetëm Përmeti, Skrapari, Elbasani, Belçi dhe Tropoja kanë sjell harta. Shumë e thjeshtë. Unë do lutem shumë që e para të bëni me njëherë përcaktimin e zonave, duke përfshirë në këndvështrimin tim sa më shumë territore, thash, përveç atyre pikave ku për arsye ligjore është e pamundur të investohet. Më dëgjon ti kryetari i Bashkisë Kukësit? Ha? Ti më dëgjon, po nuk e di jam kupton. Sepse një nga shtysat kryesore për këtë paket kanë qenë kuksianët, ku niveli i interesimit për të investuar në ato territori është shumë i lartë nga ata që janë në emigracion. Dhe sa herë kam marrë atje, edhe zotrote ma kanë ngritë të problem që kemi shumë kërkesa, po s'kan letrat e tokës sepse nuk e kanë pranu 7501. Ka 5 muaj që i kanë dispozicion. Të gjithë instrumentat dhe ti akoma nuk e sjell hartën.